Jakobi kapitulli 4, vargu 6, është dhe vargu kyç ku neve do të ndalemi së bashku. Për ulësia, gjuha e adhurimit, është gjuha që Perëndia kërkon prej nesh. Le të lexojmë vargjet 1 deri në 6 në fillim. Nga vinë luftrat dhe përleshjet të ju, a nuk vinë nga qejfet që luftojnë? Në gjymtyrët tuaja, ju dëshironi dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smir, dhe nuk arrini gjë. Ju përlesheni dhe luftoni, por nuk keni, sepse nuk lypni. Ju lypni dhe nuk merrni, sepse lypni keqjas, që të shpenzoni për qefet tuaja. O shkelës dhe shkelëse të kurorës, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra, që do të jetë mik i botës, bëhet armik i Perëndisë. Apo pandeni se shkrimi thot kot, fryma që qëndron në ne a dëshiron deri në smir? Por ai jep hir më të madh, prandaj thot Perëndia u kundërvihet mendjemdhënjve dhe u jep hir të përulurve. Në prezencën e Perëndisë është diçka ndryshe. Në prezencën e Zotit, në fakt, të gjithë njerëzit janë të barabartë. Por ajo çfarë është për t'u vënë re dhe për t'u vlerësuar, Perëndia vlerëson edhe njeriu e dobët, edhe njeriu e shtypur, edhe njeriu që nuk ka ndonjë vlerë, faktën nga ana fizike, por tek Perëndia ka shumë vlerë. Edhe Perëndia i urren kryelartët. Perëndia i urren. Kush e merr hirin? Nuk e merr hirin i mençuri apo i forti, por ai që një nevojën e tij para Perëndisë. Perëndia kundërshton mendjemdhënjt. Krenaria vendos veten mbi Perëndin. Prandaj ndesh kundërshtimin e tij. Vargu 6, por Perëndia u jep hir të përulurve. Përuluni përpara Perëndisë. Fjala në greqisht haris është favori i pamerituar i Perëndisë. Ky hir i jepet vetëm atyre që përulen. Tani, është diçka interesante që duhet vënë re në fakt ose duhet theksuar vargjet përpara 6-s. Pra nga vinë luftrat, thot Jakobi. A nuk vinë nga qefet që luftojnë në gjymtyrët tuaja? Pra nëse neve jepemi pas kënaqësive të trupit tonë, qofshin këto dëshirat mishore, qofshin gjithashtu edhe për të ngrënë, për të pirë, veshje, gjithçka që na rrëmben neve vëmendjen tonë shpirtërore dhe na largon nga Perëndia, nuk sjellin asgjë tjetër veç se luftë. Vargu 2 thot ju dëshironi dhe nuk keni. Ju vrisni dhe keni smir dhe nuk arrini gjë. Ju përlesheni dhe luftoni, por nuk keni sepse nuk lypni. Ne, siç duket si njerëz, i kemi marrë gjërat nga e kundërta. Në vend që të dëshirojmë në mënyrë të perëndishme, në vend që të kënaqemi, të gëzohemi kur për arritjet e mikut ton, shokut ton, por ne e kthejmë në smir. Përleshni, luftoni dhe nuk kemi sepse nuk dim si të kërkojmë, nuk dim se si të kërkojmë në mënyrë të perëndishme. Vargu 3 thot, ju lypni dhe nuk merrni sepse lypni keqjas, që të shpenzoni për qefet tuaja. Tani, një mësim, të paktën që kam mësuar nga Bibla, është që Perëndia i përgjigjet lutjeve tona, por Perëndia i përgjigjet lutjeve tona duke na plotësuar nevojat tona. Dhe Perëndia nuk përgjigjet në fakt lutjeve tona duke plotësuar tekat tona ose dëshirat tona si fëmijë. Vargu 4. O shkelës dhe shkelëse të kurorës, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që do të jetë mik i botës bëhet armik i Perëndisë. Do të vëmë re këto, çdo gjë që është mishore në fakt, edhe çdo gjë që kërkon lavdinë dhe kërkon ta ushqej shpirtin me gjërat e botës, nuk bën asnjë gjë tjetër veç se ndërton një hendek për t'u larguar nga Perëndia. Edhe atë bëshllekun ton shpirtëror që neve e kemi, ose atë urinë shpirtërore që neve e kemi, neve kërkojmë që ta mbushim me dëshirat toksore, dhe sa herë që kërkojmë ta mbushim atë me dëshirat toksore, ne largohemi nga Perëndia. Apo pandeni se shkrimi thot kot, fryma që qëndron në ne a dëshiron deri në smir. Në qoftë se neve do të kishim, ose në qoftë se neve kemi frymën e vërtet të Perëndisë, nuk dëshiron për smir. Nëse neve kemi smir, kemi inat, kemi zemërim, na vjen keq, ta themi kështu haptazi, por është e vërteta na dam që fryma e Perëndisë
nuk dëshiron smirë. Nëse neve dëshirojmë smirë, kemi natë zëmërim e këto me radhë, nuk vjen prej Perëndisë. Vargu 6 dhe vargu ynë kyç është, por ai i jep hir më të madh, prandaj thot, Perëndia u kundërvihet mendjemdhënjve dhe u jep hir të përulurve. Një nga veset e këqija të njerëzve që Perëndia urren ose dënon është krenaria. Krenaria veç se na largon nga Perëndia. Ta pejnothete në origjinal një vendim aktiv për të nënshtruar, pra ti merr vendimin tënd personal. Kemi shumë vargje të tjera në Bibël që na thon ose na ftojnë që të kemi përulje. Në Shkrimi flet pra me Z, Perëndia nderon njerëzit e përulur, zemrën e përulur. Çmimi i përvujtësisë është frika e Zotit, pasuria, lavdia dhe jeta. Fjalët e urta 22 vargu 4. O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. Mikea kapitulli 6 vargu 5. E para Pjetrit kapitulli 5 vargjet 5 dhe 6. Gjithashtu, ju të rinjt, nënshtrohuni pleqve, po, nënshtrohuni të gjithë njëri tjetrit dhe vishuni me përulje, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, u jep hir të përulurve. Përuluni pra në dorën e fuqishme të Perëndisë që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendjemësi, por me përulësi secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetvete. Filipianët kapitulli 2 vargu 3. Në jetën tonë ne përballemi me dy rrugë që janë dhe kanë dy fryte të ndryshme. E para është krenaria. Krenaria shkon para shkatrimit dhe mendjemësia shpije në rrezim. Fjalët e urta 16 vargu 18. Kur vjen krenaria, vjen turpi. Thot përsërit e fjalët e urta 11:2. Syt krenar të njeriu do të ulen, vetëm Zoti do të lartësohet. Isaia kapitulli 2 vargjet 11 deri në 12. Përulësia, nderimi i prin përulësisë, e gjejmë tek kapitulli 18 i fjalëve të urta 12 vargu. Kush e ul veten do të lartësohet, Mateu 23 vargu 12. Ai i udhëheq të përulurit në drejtësi dhe u mëson të përulurve rrugën e tij. Psalmi 25 vargu 9. Neve pam disa pasazhe nga Bibla që na tregojnë për çfarë do të ndodhi për ata që tregojnë krenar edhe gëzohen me veten e tyre, edhe mbushin veten e tyre me smir, por nuk i japin lavdi Perëndisë, do të ketë vetëm fundit do të jetë shkatrimi. Përulësia në anën tjetër është bekim dhe është përfundimi me Perëndin, ashtu siç duhet të jetë. Si duket përulësia sot? Përulësia është në lutje. Të vim para Perëndis duke pranuar nevojat tona, jo duke rënditur meritat tona. Përulësia tregohet në marrëdhënie. Le të çmojmë njëri tjetrin mbi veten tonë. Filipianët 2:3. Dëgjo para se të gjykosh. Përuluni pra përpara Perëndisë dhe ai do t'ju lartësoj. Jakobi kapitulli 4 vargu 7 dhe 10. Në fakt, vargu 7 na bën thirrje nënshtrohuni pra Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të arratiset prej jush. Neve marrim një mësim shumë të mirë tek Jakobi dhe është që gjithmonë nëse neve i nënshtrohemi Perëndisë dhe i bindemi ve urdhërimit të Zotit, ne jemi në rrugën e duhur, duke marrë paqe shpirtërore, por gjithashtu duke dhënë lavdi Zotit. Vargu 8 na thot: afrohuni Perëndisë dhe ai do t'ju afrohet juve, pastroni durët, o mëkatarë, dhe shenjtëroni zemrat, o njerëz me dymandje. Asnjëherë nuk duhet jemi me dymandje. Ne nuk duhet vim në lutje edhe të themi hajde po e provojmë edhe një herë këtë se nuk i dihet mase na plotësohet dëshira. Nuk duhet jetë në këtë lloj mënyre kur vim përpara Zotit. Ne duhet vim përpara Zotit me besim dhe me përulje dhe me besimin që Perëndia dëgjon dhe plotëson dëshirat tona. Vargu 10. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Është një bekim shumë i madh pra, të vish të përulesh përpara Zotit dhe jo të përulesh përpara kësaj bote, përpara djallit. Djalli kërkon vetëm që të na shkatërrojë. Edhe arma më e fortë që ai përdor është duke sjell përçarje midis njerëzit, që njerëzit të zihen, të zëmërohen, të mëkatojnë, të largojnë Perëndin nga jeta e tyre dhe nuk i intereson asnjë gjë tjetër. Mjafton që njeriu të shkatërrohet, të vdesi përjetësisht, të do djalli. Ndërkohë që Perëndia dëshiron që gjithë secili prej nesh të shpëtohet dhe të ketë jetën e përjetshme. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin
Për jush, Zoti ju bekoft, Zoti ju dhënë paqe. Për uluni përpara Perëndisë. Zoti ju bekoft.